E pretendëruar është pjesa e Mysafirit. Ajo është përzgjedhur si një nga 5 inxhinierët e rinj më të mirë të vitit 2024 nga Institucioni Inxhinierik i Maqedonisë së Veriut, dhe Arbresha Ibrahimi vjen këtu në studio me një energji shumë pozitive, e cila ma dha sa po u takuam për të ndarë rrugtimin e saj sfidat në këtë fushë që gratë ende janë të pakta, dhe sigurisht për të treguar për guximin që ndërton më shumë se struktura. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjesi, është kënaqësi të jem këtu me ju. Kënaqësia është e jona gjithmonë. Do më thuash, Arbresh, si fillimisht ti kur u përzgjo dhe si e përjetove këtë... Është një histori shumë interesante, besoj se nuk është problem ta them para gjithëve. Unë kam humbur gjithë besimin në gjitha institucionet në Republikën e Maqedonisë, për faktin të eksperiencave jo shumë të mira. Edhe kam vendosur që moti, ndoshta minimum 10 vjet, që unë kurrë nuk kam për të konkurruar në asnjë lloj konkursi në Republikën e Maqedonisë. Mirë po, kam kolegen time Maria Miloševskaja në Kijevska, që gjithmonë e ka guximin edhe më shtyn që të konkurroj. Kjo ka qenë pa vetë dijen time. Dhe me thënë ka erdhur një email deri te kolegja pasi që është head of department të fakultetit tonë, ka marrë dokumentacione dhe ka aplikuar, më merr në telefon edhe mi parashtron pyetjet të cilat o dash ti plotësone, dhe unë i them, ja u jap përgjigjen të mendu, sikur i duhet ndihmë. Edhe u kry kjo punë, harumne që është aplikuar, më vjen një ditë një mesazh, thot urime që ke konkurruar në këtë konkurs. Unë blokohem, unë s'jam ajo, sigur në një Arbresha tjetër. Dhe më pas të pyes kolegen time, thot po unë konkurova në emrin tënd, kështu që urojmë të përzgjidhesh. Dhe ne ishim duke treguar këtë histori në fakultet, dhe më marrin në telefon nga institucioni dhe thot Arbresha e ke kaluar fazën e parë, tash nesër e ke intervju për fazën e dytë. Fazën e dytë. Po. Do t'i falenderoj me shoqe, se rrallë ka shoqe dhe koleget të cilët e duan të mirën tënde. Po, unë jam tema se e bekuar me Marian edhe me Jasnën gjithashtu, për gjithmonë që insistojnë edhe pse unë jam kundër këtyre aplikimeve. Mirë, po nuk e kanë gabuar. Nuk e kanë gabuar. Jo, nuk e kanë gabuar. Ndoshta për shkak se barierës që kam unë që atë eksperiencën jo bashkë të mirë, edhe kam formuar një mur ndaj instituteve të shtetit, që besoj edhe komisioni vetë më thanë që duhet pak të lirohesh, edhe është mirë të aplikosh edhe në vend, që të kesh të paktën të shohim ne çfarë aktivitete apo çfarë merita ke. Tash nga dal atë murin do ta çrënjosim me hapa. Besoj, me kalimin e kohës. Arbresh, si ka qenë rrugtimi i yt drejt inxhinierisë? Ka qenë një ëndër si fëmijë apo është një zgjedhje të cilën e ke ndërtuar në vite? Të them që është ëndër fëminore e imponuar disi. Unë për fat të keq nuk kam pas rastin të jetoj në shtëpi me gjyshrit e mi që të kujdesen për mua. Unë jetën time kam kaluar gjithmonë ose tek puna e babait tim të ndjer, ose tek puna e nanës time, që babai ishte profesor dhe unë janë në shkollën e gjimnazit, ose në spital ku punonte nana ime. Edhe don disi isha mësuar të observoj në objekte shoqërore, se çfarë jetë bëjnë, si vrapojnë, se sa kanë peripeci gjatë punës, çdo njëri ka ne, që dhe nëse shkojmë në shtëpi edhe i tregojmë, asnjëri nuk mund të të besojë në atë mënyrë nëse ti nuk je vetë aty. Edhe disi gjithmonë kam qenë shumë kurreshtare për këtë çështjen e objekteve shoqërore sidomos, edhe ishte diçka që po nga baba edhe nëna nuk i kanë ndjek profesionin e tyre, po e kanë ndjek objektin ku ata... Jo, larg biologjisë, larg mjekësisë, mendoj është punë shumë temase e lodhshme dhe me një përgjegjësi temase shumë të madhe. Jo, edhe inxhinieria. Po, edhe arkitektura, po disi unë nuk mund të përballoj të kem në krah një person që unë duhet t'i japim ndihmë, besoj më ka panikë në atë moment. Kështu që puna e ndërtimtarisë është punë më ndryshe, nga që gjithë ndryshimet apo gjithë mendimet unë i bëj në fletë, dhe fleta pëson ndryshime pa fund, ndërsa në çështjen e mjekësisë është çështje sekondi, dhe besoj se nuk e kam unë atë guxim. Arbresh, përveç angazhimit në projekte personale, je shumë aktive edhe në mentorimin e të rinjve.
si një e re, cila nuk i ka besuar vetës dhe fatit të saj që mundet, besoj që je një shembull shumë inkurajues edhe për ta. Çfarë ju shtyn të punoni kaq shumë me gjeneratat e ardhshme? Atë që më ka munguar mua. Për fat të keq, ne kemi një sistem të edukimit më shumë teorik se sa praktik. Edhe nga ana tjetër dim shumë mirë që për të arritur maja tek ne duhet të jesh vajza e dikujt me status politik shumë të fortë ose me status ekonomik shumë të fortë. Për ndryshe është disi të injorojnë gjithmonë. Unë këtë nuk e kam dashur ta përjetojnë të paktën studentët e mi. Edhe për këtë arsye, unë japi maksimumin që përveç punës time që bëj si asistente në universitet, unë kam mentoruar edhe në shoqatat e romëve, gjithashtu kam pas edhe në mentorime në universitete tjera, bëj aktivitete jashtë universitetit, sjell njerëz. Arkitektin e fundit që kam sjellë është Takehiko Iseke nga studiot Zaha Hadid, vetëm e vetëm që t'ju jap mundësi studentëve që në fazat e reja të krijojnë komunikim me arkitekt njohur apo të kenë qasje ndaj instituteve tjera që t'jetë shumë më lehtë për ato të identifikohen para publikut. Ajo që të ka munguar ty me siguri, don që ta shpresh edhe me studentët edhe bën mirë, shumë mirë. Ke udhëhequr mbi 100 studentë në projekte konkrete. A ka ndonjë përvojë që të ka mbetur veçanërisht në mendje nga këto udhëheqjet? Të them të drejtën, unë startin e kam çdo ditë me 70 studentë, kështu që 100 është minimumi për mua. Ekzistojnë shumë projekte të ndryshme që kam integruar më shumë studentë apo më shumë institucione. Një ndër ato që unë do kisha veçuar është Pin Equity, që kemi bërë para 1 vit e gjysmë me studentët e Fakultetit të Arkitekturës, me studentët e Fakultetit të Psikologjisë dhe Sociologjisë dhe Edukimit Special, gjithashtu me institucionet qendrën për fëmijët me nevoja të veçanta edhe institucionet shtetërore. Ajo ka qenë përvoja më e mirë. E kam shumë të lehtë për të menaxhuar me numër të madh të studentëve për faktin se jam rritur në familje që dash gjithmonë punët t'i ndajmë. Edhe nuk ka pas një lider që vetëm jep urdhra dhe ne tjerët duhet të implementojmë urdhrat. Jo, unë jam rritur në familje që kemi ndajë gjithë punën së bashku, në varësisht të kohës, angazhimit që kemi pas, i kemi kryer për të mbijetuar. Të njëjtën gjë apo të njëjtën mënyrë e praktikoj edhe me studentët. Do të thonë, unë ulem me studentët, unë jam pjesë e ekipit, e qaj punu për para, ato vinë pas meje, normal. Pikrisht në një intervistë që e kam lexuar, do me thënë keni thënë që lideri nuk duhet të qëndroj të jetë ashtu i cili i organizon vetëm punët, mirë po duhet të qëndroj së bashku me grupin dhe sigurisht ajo sjell në sukses të madh. Për faktin se nuk e ndjen atë presionin që dikush është më lart dhe të tjerët janë më poshtë, normal që ndoshta unë kam një aftësi më të mirë në aspektin të themi të dizajnimit, dikush tjetër ka aftësi në aspektin e komunikimit dhe kështu që bashkojmë forcat. Bashkojmë forcat edhe çdo aktivitet ka sukses. Patjetër. Gjithashtu je pjesë e projektit ndërkombëtar Design Oath, që promovon barazi për dizajn. A mund të më shpjegoni pak më tepër? Po, kjo është faktikisht unë jam pjesë e Young Design Circle, që është në kuadër të World Design Organization dhe punoj këtu gati se 2 vjet. Ndër aktivitetet që ne bëjmë janë 3 projekte. Projekti i parë është podcasti In Line with Designers, që unë ndihmoj në atë aspekt. Projekti 2 që ne kemi kryer ka qenë Heritage Motion, do të thënë nga kulturat tona tradicionale se si mund t'i konvertojmë në aspektin modern urban. Dhe ky projekt ka mbaruar dhe unë isha pjesë e grupit të udhëheqës dhe tash është projekti Design Oath që do ta lançojmë për gjithë dizajnerët në shtator në Londër, në kongresin e World Design Organization. Ideja e kësaj është që çdo njeri nga ne ballafaqohet me problematika të ndryshme në fillim të karrierës. Për shembull, unë e bëj projektin tim, po si mund ta bindë klientit që projekti im është, të themi, i qëndrueshëm në aspektin klimatik, që është ekonomikisht i qëndrueshëm, që ka aspektet estetike, që ka aspektet funksionale, që përdori materialet cilësore. Domethënë,
realisht për momentin, çdo njeri nga ne lirisht mund të thotë çdo gjë, fjalan e trunin klientit, edhe besoj, eci. Ndërsa tash ne kërkojmë një mënyrë, një metodë për ta matur dhe unë ta verifikoj që sipas analizës, projekti im i ka këto aftësi, do themi benefitet, ndërsa kam mungesë në XXX arsye. Dhe këtë punoj me grup internacional, normal, është një punë e lodhshme, po që tema se e dua dhe nuk do ja dorëheqën. Unë të admiroj për pozitivitetin që e jep, do të admiroj për atë mundin që e jep për gjithë ata studentë dhe të gjithë ata të cilët kanë nevojë për ndihmën tënde. Faleminderit. Arbresh, pse mendon që etika në dizajn është po aq e rëndësishme se vetë zgjedhja teknike? Ne jetojmë në një periudhë që shumë shpejt mund të manipulojmë. Dhe unë vendosem shpeshherë në anën e klientit. Klienti për shtëpinë që do në të ndërtone, fillojmë te shtëpia, e ka ëndru. Do me thënë, është një dëshirë e tyre, ka ndru, mund të parmendoni se sa mund ka dhënë për atë, se sa kursime ka bë, se sa sakrifica ka bë për jetës vete, vetëm për të ndërtu atë shtëpi. Nga ana tjetër, në qoftë se ne si arkitekt nuk e kemi etikën, atëherë unë shumë thjesht mund ta shkatroj një klient. Maqedonia është e vogël, ne e dim kush se sa e ka statusin ekonomik, dhe unë mund të insistoj në vend që ta bëni shtëpim të themi për 100.000 euro, unë mund t'ja bëj për 500.000 euro. Unë kam atë mundësi. Për faktin se do them që kjo tavolinë është për materialet XXX, është dizajnuar nga XXX dizajner dhe unë mund të t'japi çmim marrëmendës. A ja vlen? Nuk ja vlese. Normal. Unë mendoj gjithmonë i shoh arkitekturën nga ana e klientëve se sa nga aspekti profesional në atë kontekst se sa mund të fitoj vetë para për një projekt. Ndërsa në një tjetër intervistë që e kam lexuar për ty, do me thënë ju kam pyetur se nëse do të shkruaj një libër për ju, titulli do të ishte Inxhiniera më e fortë në univers. Si lindi ky përkufizim? Kjo ka qenë parashtrimi pyetjes në kohë të gabuar. Po jo, mirë është. Në univers ti qysh nga fëmiria i ke matë, aty i ke bë ato matjet. Ishte konteksti i fortë në aspektin që unë kam nerva për të ballafaquar me çdo lloj problemi që hasi. Normal që të jesh asistente, ke punën me studentët, po ke edhe obligime tjera administrative, plus dëshira ime për t'u ndihmuar studentëve që krijoj projekte pafund, bashkëpunimi me institucione tjera apo me struktura të tjera lart e poshtë. Do të krijon sa herë tensione që thua aman. Domethënë boll ishte kaq ishte. Pyetja më parashtru bashkë në atë periudhë që unë isha çik të keton boll. Tema e ngarkuar, edhe thash më e forta që s'di dorëzohem, edhe pse ca herë thuam, okay, kjo është domethënë kjo është kulmi dhe këtu është stop. Po disi kurrë në jetën time nuk e praktikoja që të dorëzohem nga një lloj pune. Prandaj ka dalë rezultoi titulli. Po, është okay. Dhe më pozitiv janë në univers, unë do ta kisha shtuar. Si e shihni tash rolin e gruas në fushat si inxhinieria dhe teknologjia? A ka ende bariera për vajzat? Normal që ekziston. Nuk është bariera që vjen nga shoqëria, sa vjen nga familja. Po. Për fakt të keq, ne jetojmë ende në një lloj mentaliteti që jemi gjys-gjys, domethënë ka disa që janë shumë të përkrahur nga ana familjes, po për fat të keq kemi dhe shumë talente tjera femra që nuk e kanë atë përkrahjen nga ana e familjarëve. Kjo normal që të shtyn të mendosh në qoftë se unë jam e rritur nga ana e familjes që ti je femër, ti nuk guxon, nuk mund të bësh arkitekte, nuk mund të shkosh në teren, të punosh me mjeshtrit apo gjëra të tilla bla bla bla. Në atë mënyrë unë do e shoh edhe, do e perceptoj jetën time. Domethënë që nuk do kem atë kujtësimin se unë jam e aftë për të bashkëpunuar edhe në teren me mjeshtrit. Kjo është problemi kryesor që e kemi. Besoj që janë ndryshuar kohrat që nga studimet e mia të vitit 2008, po ende
ka E barjera. guximshme dhe shpresoj që këtë guxim t'ua transmetosh të gjithë atyre që ju udhëheq së bashku me punën dhe mësimin që don t'ua përcjellësh gjeneratave të ardhshme. Sipas teje, si qëndron vendi ynë në raport me zhvillimin e inxhinierisë? A krijon mjaftueshëm hapësirë për inovacion? A kemi vend për inovacion? Ne kemi shumë potencial, po sistemi nuk e kemi që na përkrah. Në ditën më 14 maj, kur ishte edhe eventi për zgjedhjen e 5 inxhinierëve më të mirë, edhe po t'i lexoje biografinë e çdo njëri nga ne që ishim konkurrent, çdo njëri nga ne ka një institucion që është jashtë shtetit që na përkrah. Dhe kjo më bëni që unë të dëshpërohem atë natë. Edhe normal që nuk e kam për çmimin për gjëra të tilla, më bëhet shumë qefi. Kolegu kishte 2 produkte të patentuara, që është wow për Maqedoninë, por e finanson institucion gjerman. Çdo njëri nga ne kishte një institucion jashtë shtetit. Dhe kjo më bën që unë të dëshpërohem se potenciali ekziston në Maqedoni, ndërsa përkrahjen e marrim jashtë shtetit. Ndërsa vendi jon nuk të jep mundësinë. Normal që unë për të përparuar apo për të patentuar një produkt, mua më duhen pafund para, mendoj. Ka një çmim shumë të madh që unë vetë nga puna ime nuk mund ta mbështesi. Kështu që kjo është aspekti që unë jam ende skeptike që Maqedonia ndoshta për një periudhë shumë të shkurtër do ndryshojë. Dhe mua më lajmëruan që duhet ta përmbyll bisedën. Cila do ishte këshilla që ndoshta do ta kishe dhënë për gjithkënd që don të shkojnë pas rrugës tënde, pse jo? Dhe si do e kishe përkufizuar gjithë këtë rrugë? 2 gjëra që unë do i kisha këshilluar: kur të mos marrte me të tjerët, nga që caktimi i Zotit është thjesht tjetër, dhe në qoftë se unë për momentin nuk kam diçka, ndoshta mbas disa viteve më pret diçka ndryshe shumë më e mirë. Unë kur se kam menduar që do jem në këtë pozicion sot, kështu që duhet të kem besim në veten, edhe atë të dorëzohem, ta harrojmë fjalën dorëzim. Jo, je shembulli konkret që dorëzimi harrohet absolutisht për çdo lloj me aspekte, jo vetëm për çështje profesionale, mendoj edhe në jetën private. Faleminderit shumë që gjete kohën nga koha jote e ngarkuar, dhe shpresoj që do të kemi edhe në emision edhe herave tjera për të na treguar gjëra tjera dhe sukseset e tua të radhës. Shumë faleminderit që gjithmonë jeni kështu në lajmet e para për çdo rast. Faleminderit zëmë.